Në një farë mënyrë Kina po I përdor të gjitha mënyrat, sepse Kina dëshiron të përfitojë, askush nuk mund të përfitojë nga diçka pa asnjë arsye. Sigurisht që dëshiron të përfitojë, të paktën me Rusinë, persa Perëndimi apo edhe Europa I ka mbyllur drejt Rusisë. Kina vazhdon të ketë marrëdhënie ekonomike duke marrë naftën apo materiale të cilat kanë shumë e rëndësishme me një çmim shumë të mirë me Rusinë, duke I dhënë edhe ndihmën e saj Rusisë për sa I përket marrëdhënies me botën e jashtme. Për fat të mirë, Kina është një vend miqësor që gjithçka dëshiron ta bëj në mënyrë të qetë, pa dhunë, pa ushtruar asnjë tërësi të madhe, në mënyrë paqësore. Marrëdhënia me Korenë e Veriut, me presidentin Kim Jong-un, është një marrëdhënie e tillë, madje mund të them se vetë njëri nga ministrat e jashtëm të Kinës ka udhëtuar para disa ditësh vetëm në Korenë e Veriut për të zhvilluar një tjetër takim me presidentin e Koresë së Jugut, me presidentin e Koresë së Veriut. Dhe pavarësisht këtyre lidhjeve që Kina ka me këto vende, të cilat duket sikur nuk janë shumë të preferuara nga SBA apo edhe nga bota perëndimore, Kina dëshiron të luajë një balancim, ndërkohë që jo vetëm që dëshiron të përfitojë ekonomikisht apo edhe ushtarakisht, apo edhe të ketë një ndikim duke shitur armë, duke bërë një ekonomi me ta, dëshiron që në mënyrë tjetër, në mënyrë diplomatike të thotë që mos sulmoni, mbani një diplomaci të mirë, sepse askush nuk do t'i dojë një gjë e tillë. Pra duket sikur në një farë mënyrë me njërin dorë I jep ndihmë ekonomike, por edhe nga krau tjetër ndërhyr për të patur mbase edhe një ide për të qenë brenda ekonomisë apo edhe vetë politikës së këtyre vendeve me çfarë do lloj mënyre, pra një balancim midis botës perëndimore, por edhe vetë këtyre vendeve, duke sikur përfiton nga gjitha rastet.